Djalë apo vajzë, ja si të zbuloni gjininë e bebit në shtëpi me sot buke. Përcaktimi i gjinisë zakonisht bëhet me teste dhe eko-gjinekologjike, por shpesh herë prindrit janë më shumë kurioz se që duhet për ta gjetur gjininë e fëmijës së tyre që në fazat e para, madje dhe atëherë kur është e pamundur. Gjithçka që ju duhet është pak sot buke. Në një tas hidhni pak nga urina dhe hidhni një lugë sot buke. Shikoni reagimin që do të bëjë ky kombinim. Nëse urina fillon të bëjë fluska, atëherë me shumë mundësi është një bebe e gjinisë mashkullore. Nëse urina nuk do të reagojë shumë pas hedhjes së sodës, atëherë mund të tregojë që po prisni një vajzë. Ky është një eksperiment i bërë me 31 veta ku 22 prej tyre mësuan me saktësi gjininë e fëmijës së tyre të ardhshëm. Ju lutem na tregoni në koment nëse ndonjë prej jush e ka bërë këtë test dhe sa i vërtet i ka rezultuar.